أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأدريمة إتاكم بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرب محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave para namazit të sabahut, ku jemi duke trajtuar ajete kuranore apo thënë shkurt duke meditu ajete, të cilat ajete një farforme kanë lidhshmëri me muajin e bekuar Ramazan, nga se ky muaj është muaji i shumëfishimit të veprave. Andaj ajetet të cilët i trajtojmë apo i meditojmë kanë të bëjnë me punë të mira, qofshin ato obligative apo edhe vullnetare, se kryerja e tyre Ramazan dallon me kryerjen e tyre jashtë Ramazanit, dhe ose ka të bëjë ajetin e fjalë me ndonjë ndalesë të cilën e ka ndaluar Allahu azza wa jall. Ajeti i parë është që do ta trajtojmë dhe do të meditojmë është në surën Al-Baqara, ajeti 136, ku Allahu azza wa jall këtë ajet e ka vendosur në mesin e ajeteve të agjerimit për ta bërë të qartë sa xhirusi nuk duhet ta ndajë lutjen nga gjuha e tij, për ta bërë qartë se kur ta krye punën punëtori fond e bën lutjen që Allahu azza me ja pranu atë çka e ka kryer dhe e ka përfunduar. Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin robët e mi për mu, unë jam afër. Dhe nuk tha kul, thuaj unë jam afër, po tha direkt unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. I përgjigja lutjes sa atij që më lutet. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Le të përgjigjen thirrjeve të mia, le të më përgulen dhe le të më besojnë mua në mënyrë që të jenë të udhëzuar. Allahu azza wa jall ka treguar që Allahu xhallahu ala ani pse është mbi 7 kaçej, por me dijen e tij është afër. Dhe afërsia e tij me robën e tij është e veçantë dhe nuk është e njëjtë me të gjitha krijesat. Andaj Zoti xhallahu ala nganjëherë ka qef dhe përmallohet për zërin tënd, për kërkesat e tua. Andaj duhet që ti lëvizësh buzët, sidomos kur i agjërushëm ose kur në iftarit apo së fyrit, që ta lutësh Allahun azza xal që Allahu të jap nga begatit dhe mirësitë e tij subhanahu wa taala. Dhe ajetin e fjalë në mënyrë indirekte ka thonë ulemoja na mësoni bazament të akides dhe besimit pastër. Edhe na tregon që një nga shkaqet që Allahu azza xal i pranon doa dhe lutjet është besimi i fuqishëm në Zotin xhallahu ala. Do thot me besu pa lohatshëm bindshëm se Allahu dëgjon, sheh edhe i përgjigjet lutjes së robit. Pra me ditë kur ai tu u drejtu edhe prej kujt po pret përgjigje. Ky besim duhet të jetë prezant në çdo zemër e çdo muslimanit. Nga se që ka thënë Allahu, o me yu'min billahi yahdi qalba. Kush e beson Zotin si duhet, Allahu e udhëzon zemrën e tij. Gjithashtu, ka thënë ulemoja prej çështjeve që alo dua dhe nuk kuptohet, do thotë se Allahu azza nuk i pranon duat dhe lutjet, është do thotë mos prania e kësaj ndjenje se Allahu të dëgjon dhe i plotson dëshirat e tua. E pasaj edhe gjëra tjera që i kanë sek ulemoja si shkaqe për mospranimin e duave dhe lutjeve. Allahu azza wa jall
i përgjigjet lutjeve të robët e tij dhe përgjigjeja ndryshon nga përgjigje në përgjigje. Allahu Azza wa Jall mund t'i përgjigjet lutjeve të 100 robëve për një herë, por përgjigjeja mund të jetë të mos jetë asnjë e ngjashme me tjetër. Varësisht çush është kërkesa dhe varësisht çush e meriton me u përgjigj kërkuesi. Dhe kjo është Zoti xhelalu ala. Por me kthy duar bosh robin, Allahu Azza wa Jall nuk e kthen. Por ashtu tha pejgamberi sa në hadithin e vërtet, inna Allah hayyun karim. Allahu është i topshëm dhe bujar. Yastahi min al-abd idha rafa yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu turprot nga robi vet kur ai çon durt edhe lut Allahun Azza wa Jall e Allah me ia kthy khaibatain, me ia kthy të dështume kërkesat apo me ia kthy me xhan. Transmeton Abu Sa'id al-Khudriu radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë në hadithin e Imam Ahmed dhe Muslimit të tij që këtë hadith e ka saktuar Sheikh Albani, tha idhur Allahu ma min muslimin yad'u laysa fiha ithmun. Nuk ka musliman që jetë bi da'watin, e boni dua që nuk ka në të gjuna, wala qatiyatu rahimin, as nuk ka dua në këtë dua shkuqe lidhës së faribesnore, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, e që Allahu mos ja plesoj apo t'ja jap të përgjigje në këtë kërkesë. Dhe 3 opsione. Opsioni është i pari me tu'ajjala lahu da'watuhu. Ka mundsi Allahu ja banon përgjigjen gjevapin, varësisht nga koha apo varësisht nga dia absolute Allahu se a bën tash me ia dhon përgjigjen apo ma vonë. Se ka mundsi përgjigja në këto momente është e dëmshme për ta, po ai nuk e din. Allahu është i gjithëshëm dhe ai e din. Këtu po ndalen pak se thot një prej të parëve tonë, ma shumë jam gëzu kur Zoti s'ma ka pranu duan lutjen se sa kur më ka pranu. E kam pyetur se është e mundur kjo. Nga se thot, ju mlut për diçka me këmbgulje dhe Allahu s'ma ka pranu, e ku marrë vesh që e ka qenë sherr për mua. Dhe Allahu më ka dash haje dhe më ka ruajt nga ajo që unë vetja kum lyp Allahut Azza wa Jall. Andaj leja që është në dorë Zotit, ty të mjafton me bu kërkesa. Në ndër, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ose ka mundësi ja lë për ahiret gjevapin. Ja plotson të mirat. E treta, wa imma an yasrif anhu min as-su'i mithlaha. Ka mundësi Allahu Azza wa Jall e largon nga ndonjë çështje e keqe. Do thotë varësisht apo në sasi të duas, aq më e fuqishme dua e lutja, aq më shumë largon Allahu nga të këqijat. Tha sahabët idhan nukthir, atër të shkashtojmë lutjet, tha pejgamberi Allahu akthar, Allahu është do thotë më shumë se kaq çka mendoni ju andaj lutuni. Pra Zoti xhelalu ala ka kërkuar që prej kushteve të pranimit të duas është falestejibuli. Le të më nështron mua thirrjeve të mia, duke i kryer obligimet dhe duke u larguar nga ndalesat. Wal yu'minu bi, le të më besoj mua me 3 llojet e tauhidit, uluhia, rububia dhe asma'i wa sifat. Pra për çdo gjë që Allahu Azza wa Jall ka lemru, la'allahum yahtadun, la'allahum yarshudun, që ata do thotë janë të udhëzuar dhe të jenë në rrugën e drejtë. Ky ajet ka dobi. Dobia por është al-imanu bi anna Allah qarib, besimi pa luajshëm Allahu Azza wa Jall se Allahu është afër. Dhe normalisht afërsia e Allahut me robën e vet nuk ja mohon të qenërit e tij subhanahu wa ta'ala mbi sa ka shej mbi ashtën e tij. Po edhe të qenërit mbi ashtën e tij nuk ja mohon afërsinë e tij me krijesat e tij subhanahu wa ta'ala. Leysa kamithlihi shay'un wa as-sami'ul basir. Ma Allahu nuk ngjashon asgjë. Do thotë ajo është i dëgjueshëm dhe do thotë dëgjon dhe shikon subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për ursive që kanë thonë ulemoja tek fjala kur të pyesin robët e mi për mua, thuaju ty aty nga ne kënej, ka thonë pa thuaju, unë jam afër. I dorë kanë thonë që Allahu Azza me këtë ajet në këtë formë ka dashur më tregu që nuk ka nevojë më marr, do thotë ndërmjetësues mes meje dhe juve, qoftë ai pejgamber, qoftë edhe melekë, qoftë edhe më i dashur i Allahut alayhi salatu wasallam, por mjafton me i dërguar Allahut, ju drejtu pa ndërmjetësues. Dobia e radhës është besimi se Allahu Azza wa Jalla është afër, dëgjon që
është i farloj vetëdijsimi i njeriu, robit, që ai të përsose punët e mirë dhe veprat e tij subhanahu wa taala dhe ta ndjej robin i palloj sigurie. Dobi radhës ka thonë ulemaja أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. Duaja është nga shkaqet kryesore që njeriu thith mirësi dhe i largon të këqija dhe fatkeqësitë. Gjithashtu ka thonë ulemaja, Allahu azza wa jalla përmes kësaj duaje na ka treguar që robi është i varfër për Zotin dhe ai ka nevojë për Zotin. Gjithashtu ka thonë ulemaja, besimtari për t'ju pranuar duaja e tij duhet me qenë zemra e tij, do thotë prezent, po dhe duaja me u bë me qetësi, jo me bërtitje, edhe me ngritje të zonit. Realisht në këtë kontekst ka bërë sinjal, apo ka sinjalizuar dhe vetë pejgamberi sa duke thonë, o ju njerëz, kur i ka dëgjuar njerëzit duke i ngrit zonat me tekbir, dhe i ka qenë me ta rrugës, tha arbiu ala anfusikum, do thotë merrni veten me fëmijën e farfurme, fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Nuk kemi duke lut dikën që do thotë nuk dëgjon, as nuk jeni duke lut dikën që është larg shumë. Thotë innakum tad'una samian qariba. Po jeni duke lut ato që dëgjon çdo gjë edhe është afër. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum in ulqi rahilatihi. Thotë ma jeni duke lut ato që është më afër se ju, do thotë më afër se ju se kafsha e tij. Për shembull, të na përpara i kanë lidhur kërpesh kafshës dhe e kanë vendosur dorën ose këtu ose pjesa poshtë e kërpeshit. Thotë nëse e vendos këtu, thotë është afër shumë, por Allahu azza më afër se ajo që mendoni ju. Gjithashtu ka thonë ulemaja, Allahu azza wa jall e ka bërë që ajeti tjetë i duas dhe lutjes pas përfundimit të veprës. Këtë rast e ka fillu me këtë ajet momentin ku tha walitukmilul iddata, që t'i plotësoni ditët e Ramazanit 29-30, walitukabbirullaha ala ma hadakum, edhe ta madhuroni Allahun që ju udhëzoi Allahu me këtë islam. Për atë arsye i gjem të parë tonë që 6 muaj mas Ramazanit kam bo doa që Allahu mi abo kabul agjërimin, punë të mira. Edhe 6 muaj tjera kam bo doa që Allahu me mësu ma Ramazan. Që do të thotë, me lutë Zotin pas përfundimit të veprës që Allahu me ta mësu, me qenë robi i tij vazhdimisht. Për shembull, e kam mësu pejgamberin Muadhin Xhebelin pas çdo namazi çka më thon, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, ma mëso që të përkujtoj ty, edhe të madhroj ty, thjesht të kry ibadetin që shki qefti, që shë meriton ty o Zot. Me përkëti buk falish mas qef. Dhe të fali namazin që shpe fali, ashtu si që e don ti gjelle wala. Gjithashtu, prej dobive ka thonë ulemoja, ai cili nuk i përgjigjet Zotit që shlyp Zotit normalisht, i ka të rrezikura doa që të mos u pranohen, edhe ai nuk është në rrugën e drejtë që shpoli pa Allahu azza wa jall. Ajeti 2 sura El-Hadid, ajeti 19, men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kush po do mi dhon Zotin një hua të mirë që Allahu t'i kthejë atij shumë fish, nga se Zoti thotë jep shumë shpërblim, nga se ajo është Kerim, thotë bujar, thotë një shpërblim, thotë të bujarisë të paskajshme që mund t'i jap dikujt. Andaj Allahu azza wa jall ka përdorur shprehje nga më të ndryshmet dhe më të buta dhe më të rrehecet, me vetëm qëllim që të josh robët e tij, që ata do thotë të japë të punojnë sa më shumë punë mira, të japë sadaka dhe thjesht të sakrifikojnë, sidomos muajin e sakrificës. Allah po thotë ai i cili jep një hua Zotit, Allah s'ka nevojë për te. Po nxit Allahu që na t'japi. Për të arsye ka në hadith kursia ibn Adam, unfiq alejke, jep që t'japun e tyje, po ahsin kema ahsan Allahu ilejk, bo mirë si që ka bod mirë Zoti, ka thonë Allahu azza wa jall në Kur'an. Ose që ka thonë për jasëram çdo ditë, 2 melaçe, thirrën
dithirësa. Njëri thot, o Allah jep atij që jep, tjetri thot, o Allah mos jep atij që nuk jep. Andaj Qarb Hasan, o e mirë kanë thonë ulemoja, edhe se ka e mirë është ajo që e përmban 4 rregulla. Para është që pasuria që jepet për Allah tjetë nga fillimi më i pastër i monshëm halal. Edhe mos jetë sadakaja nga pasuria dyshim. E kemi rastin e nanës së Buhariut, kur nana e Buhariut thotë para se me vdek burri e merr gruan dhe fëmia, dy djemi ka pas Buhariun dhe vllavin e vet, alayhi salam wa rajë. Edhe i thotë oj grua, beshef që këtë pasuri që të kum të bu, thotë po. Në këtë pasuri thotë nuk ka para që është dyshimt, e le mon haram. Thotë por të quajt pasuria halal, fjala investimi halal me vlerë duhet më konë nga fitimi halal dhe jo haram. Në dy, me nxjerr, do thonë nga pasuria atë çka është më e mira për ty. Ti çfarë do më shumë? Me thonë sadaka apo zakat. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Nuk ka mundësi me arrit mirësinë e plot që po e lyp Zoti për juve, o ju njerëz, o ju musliman, o ju agjiruese, përdesa nuk e japni ato që doni më shumë ti. Edhe njëri prej sahabive, këtë rast Abu Dharri, kur e ka lexuar këtë ajet kuranor, ka thonë po o Zot, unë jam ai që ja pasurinë që du më shumë ti. Thot unë e du më shumë ti devën time. Edhe çfarë deve ka thonë se të ka. E treta është me dhom pasurinë, se do thot që me fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ka se çdo gjë që jepet për Allah mbetet. Gjithashtu me dhom pasurinë sadaka pa përmendje edhe pa lëndim. Se i përket pa lëndim, Allahu tha qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Allahu Ghaniyun Halim. Fjala e mirë edhe falja ndaj lypsit është më e mirë se me dhon parë dhe me çortu dhe me nënçmu. Allahu është i pastër dhe i butë. Ndërsa për ata që japin sadaka dhe thotë e përmendin Allahu Azza wa Jalla çka ka thonë? Ka thonë la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. O ju që keni besuar Allahu Azza wa Jalla, mos i prishni lëmoshat tuaja me përmendje dhe me mburrje. Pra Allahu Azza wa Jalla është ai i cili e shumëfishon, do thotë pasurinë xhella wa ala. Allahu Azza wa Jalla ka thonë yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu Azza wa Jalla e ka bërë që ribaja dhe kamata mos të ketë benefite, do thotë llost gat, por do thotë sadaqaja të ketë një gjë të tillë. Alayhi salam. Gjithashtu shpesh ndodh që njëri me dhon edhe një hurme nga ajo që do thotë e ka fituar halal, e që Allahu Azza wa Jall t'ia shufishoj sadaqon asaj hurme më shumë se pa pasur miliona apo sa një kodër. Andaj Zoti është ai i cili do thotë i falendron robët e vet, edhe është ai i cili do thotë i shumëfishon shpërblimet e robëve të vet. Gjithashtu ka në hadithin e vërtetë që sadakaja e ruan njerin nga nxehtësia e ditës së gjykimit, kemi thonë që vjen në formën e rrejës mbi kokën e njeriu. Dhe në këtë kontekst është edhe hadithi tjetër i Abu Hurairës që ka transmetuar Imam Buhariu në Sahihun e tij, ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të hadithi i njohur, 7 grupe në hijen e Allahut azza wa jall, një prej tyre tha, thotë wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dhe një prej tyre është njeriu që jep sadaka, edhe dora e tij e majt nuk e din çfarë sadaka e ka dhënë dora e tij e djathtë. Thot Uqba ibn Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna an-nas. Çdo njeri që ka dhënë sadaka do të jetë në hijen e sadakës derisa të gjykohet në mesin e njerëzve. Thot kështu është, thot ai i cili thot ka dhënë sadaka dhe jep sadaka për në rrugën e Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej çështjeve që në kanë nxitë me dhënë sadaka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edhe çështja ku ka thonë ittaqun nara wa law bi shaqqi tam. Të tulën nga zjarri me xhenemit, qoftë edhe me një gjysur murme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Abu Said al-Khudriu, sa që ka fal namazin e Bajramit, musalla jon xhami jashtë,
do thotë në ambient hapur, kur e ka bitis ligjratën të burrit ka shku ka gratë. I ka përshëndet gratë me selam dhe ju ka majt një fjalim, edhe ka thonën, ja ma'shara nisa, tasaddaqna fa inni uridu kunna akthar ahli an-nar. O ju gra, lishon e dolën, jepni sadaka e kom pa që shumica banorëve të xhenemit janë gra. Edhe normalisht kjo fjalë aleikum salam i tronditi gratë midis bajramit. Një api grave thë ja Rasulullah, bën me ditë pse shumica banorëve të xhenemit janë gra. Çka është arsyeja? Tha po pejgamberi sa, arsyeja se ju i keni 2 tmeta që si kanë burrët. E para është tukthirnu la'na, mallkoni let edhe shpesh. Por një shishe që e thënë djali, vajza e mallkon nona, baba. Këtë rast nona më shumë. Tha arsyeja po që shumica e grave janë xhenem është se mallkojnë shumë. Mallkojnë burrin, mallkojnë evladin çdo më radh. Edhe e dyta është tekfur në lashira. Ja mohoni të mirat burrit. Ja bon burrin 100 mijë një mos më ja bon. I thotë që kush ta kom pa hajrin si u martu me ty. A realisht ai vetëm 1 mijë s'ka mujt me ja bon. Andaj kështu do thotë është puna me njeriu që do të jep se ka rrugën e Zotit, edhe normalisht munduhet që asë të ka me fshir, nga se qysh ka thonë pejgamberi sa sadaka të sirr, të të fiu ghadabur rahman, sadakaja cila i po të fsheu lazi e largon, do thotë e largon hidhrimin e Allahut azza wa jall. Dhe normalisht edhe sadakaja kuptohet, do thotë ka grada. Duhet me fillu nga ai që është më afër teje. Dhe kjo për 2 arsye. Arsyeja e parë është se e para është, do thotë sadaka e rëndomt. Edhe e dyta është sadaka e kojshijes, pra edhe e afërsisë, qoftë nga ana e gjakut, apo qoftë edhe nga ana e shtëpive. Pra me neve ishim këto 2 ajete, do thotë i pari për tyre surën al-Baqara, që tregon që Ramazan muslimani është mirë që ku ta bitisë punën, qoftë do thotë niftar apo edhe në fund Ramazanit me i qudu lartë edhe me thonë Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pranoj nga ne këtë ibadet, këtë mundi, këtë lodhje, se ti ai që i pranon dua dhe ai që dëgjon dhe sheh çdo gjë, dhe ai i gjithdijshëm. Edhe e dyta me mundu që me lëshu dorën në Ramazan, edhe me vonë se më shumë sadaka se kështu e kënaqshëm i Zotin xhallahu ala. Zoti të mos mirë, walhamdulillahi rabbil alamin.